Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për një 21 vjeçar banues në Mifol, pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë, ju gjedhur dhe ju sekustruan një sasi lëndë narkotike, kanabis dhe kokainë. Specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik e financiar në Sarandë referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim një 24 vjeçar banues në Sarandë, pasi dyshohet se ka përdorur një kartë monet 50 euro e dyshuar e falsifikuar për të furnizuar me karburant. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Livadhia referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim një 48 vjeçar banues në Sarandë, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash dhe disa produkte ushqimore në banesën e një shtetaseje në fshatin Halo Finiq. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Sarandë kanë arrestuar një 26 vjeçar banues në Delvin, pasi në aksin Sarandë-Delvin, duke drejtuar automjetin në gjendje të dhëur, është përplasur me bordurën e rrugës. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.